kanë në prapa skenë një skem edhe një teknologji që është në çka ndihmon kjo si zbërthet? Ne kemi, nëse donë studenti, ose si vegël që e ka dhe studenti, që ketë edhe profesora virtual, themi të bazum në inteligencën artificiale. Një avatar, një profesorit, me të cilën 24 orë, për 7 ditë, ka me marë një ligjerim nga i profesor. E aji ekziston sot në UBT. Për çdo fush, jo vetëm për një fush, por gjitha fushat e jetës, ti mund të zgjedhësh fushën, edhe mund të zgjedhësh profesor. Tani parashtrohet pyetje sa është funksionale kjo, sa ndihmon kjo? Kjo ndihmon shumë. Në çka? Po, për shembull, shumë e thjeshtë. Nëse studenti i gazetarisë, një prej tema kompetencave ka edhe intervistën. Si ta zhvillon një intervistë me një politikan. Po. Edhe ka provimin në qershor tash. Po. Atëherë, profesorin e ka taku edhe njëherë, profesorin fizik, themi. Kjo nuk kupton përtej ChatGPT-s, apo jo? Është përtej ChatGPT-s, është tash një pozicion, ku thotë që unë e kam London negotiation, edhe du që të prezentoj mënyrën se si unë du të vlerësohem nga AI, nga inteligencë artificiale, që kur shkojmë provim të jemi gatshëm. Edhe ne, me platformën që kemi zhvillu, me këndon me boj intervistën me një politikan. Si e ka emrin politikani, ja vendos emrin të politikanit, vendos pozicionin se si dënë me u duk intervista, edhe fillon shtron pyetjen e parë, shtron pyetjen e dytë, ai ta kthen përgjigjen, shkon tretën, ta kthen përgjigjen të katërt, ta kthen përgjigjen, edhe mbyll intervistën. Pasi ta mbyllsh intervistën, ai thot, "Shiço, ke qenë mirë, po hyrjen nuk e ke bo bash mirë, zonin se ke pas mirë, pyetjet kanë qenë pak shumë të përgjithshme. Duhet edhe këto dhe unë mendoj që ti nga 100% ke mri me pas 42%. Edhe shko mëso edhe pak, sepse nuk je i përgatitur mirë në kompetencat që miren me pjesën e intervistimit. Dhe ai përgatitet, merr pej 42 bën 60, bën 70, bën 80, edhe tash kur shkon në provim, jam shumë i bindur që ai saksin edhe e suksesit ka me pas shumë të madhe. Mbetëm edhe më tutje te kjo, se kjo është pak edhe atë çfarë përfshin si prekje njerëzore, shembull intervistën nëse e morëm parasysh. Po unë dua dal përtej kësaj, a mund të ketë edhe a ka kontraefekte inteligjenca artificiale me që është kaq e përdorur tani, natyrisht nga gjithë njerëzit, sepse është diçka që është pa si diskutim që ka ardhur si inovacion edhe që po ju ndihmon njerëzit, po a ka kontraefekt në drejtimin shembull në arsim, në fusha të ndryshme, mund të ketë kontraefekt, që t'i bëj studentët ndoshta më përtac, ose t'i bëj më automatik, t'i përqasën kësaj çështje. A e keni menduar? Pasurim time që unë i kumbo dhe përvojët që kam, unë mendoj që inteligjenca artificiale e rrit kreativitetin e individit. Ke parasysh kur fillon me bën intervistë, diçka mundesh me pyet edhe ai mund të gjeneron edhe ndonjë ide që ndoshta nuk e ke vet. Kjo nuk është negative, nuk të hub cilësinë e jetës apo të profesionit të cilën e ke. Mund ta shpejton procesin e raportime apo ndërlidhjes. Mirë, po kjo nuk ta përmbyll dijen tonë që ti duhet me zhvillu. Përmbyll ciklin. Prandaj këtu duhet mos më keq kuptuar që inteligjenca artificiale nuk të bën ty magjistër të mediave, nëse nuk je magjistër i mediave, se ti duhet kalosh në për kompetencat apo dijet, për aftësitë e nevojshme për të bo mjek apo për të bo inxhinier apo kështu me radhë. Dhe tek atëherë mund të jesh përdoruesi mirë i dijeve që tani ekzistojnë, se ti ke aftësi edhe me filtru cilat dije ty të duhen. Mirë, po nëse ti bën pyetjet e dura, gjen rrugtimet mbi bazën e dijes që e ki, atëherë ke me pas një eficiencë dhe një efektivitet më të madh. Unë e marr një shembull shumë të vogël me gjet një tekst të një autori në një libër caktuar në bibliotekë. Ndoshta nuk ki nevojë më me shku fizikisht, ja shton pyetjen dhe ai thotë në këtë libër, në këtë faqe gjen diçka rreth temës që lidhet me paqen apo lidhet me krahasueshmërinë politike apo gjëra tjera. Dhe në këtë mënyrë faktikisht shpejtësia rritet, kreativiteti rritet, edhe rritet produktiviteti njerëzor me të cilën ne, edhe kjo është një potencim që e bëj vazhdimisht, që produktiviteti njerëzor është në ramje
Dhe njëkohësisht është edhe popullata në ramje botërore, dhe kur popullata është në ramje, produktiviteti